banor. Ka filluar që 10 ditë, por ngjarjet janë të shumta sikur të ju raportonin për qëndrim 100 ditor. Ama mustani se komo ta palu, komo ta e koros, që kur ta shpaq. Po flasim për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova. Banorët po zbulohen e po dalin në shesh të vërtetat e tyre që janë fshehur në fillim. Sa privatet i preku në përtok i gjitha. Allah. Si fillim, me të nisur duhet diskutuar debatin e Albës me Benitën kundër Elionës. Me qras dy vajzat janë dënuar me nominim sepse bullizuan dhe goditën me jastëk duke i bërë presion psikologjik. E madje Zena ja përmendi dhe nënën e ndjerë, ku i gjithë opinioni publik reagoi me të madhe. Kur ki mami? Kur shta ku e ki mami? Që i thani kështu? Ku e ki mami? Qka the? Se të thani kështu? Qka ne përmene ti? Pse përzim? Qysh ku e ki mami? Qysh ku e ki mami? Kamera aty në Pse po përzim fjallin mami? Qysh mami? Kush ka mami? Kemi dëgjuar verzione nga më të ndryshme e kuptuar më tutje situatën e saj. Të kthehemi pas në kohë kur Binaka ishte 7 vjeçe. Prindërit e saj ishin në divorc e sipër dhe sistemi i Gjermanisë se pati marrë Elionën, duke ja mohuar prindërve kujdestarin. E njëjta ka jetuar me një familje gjermane për rreth 6 vitësh, e pastaj babai i saj fitoi përsëri kujdestarin. Trajmi të hënës u karakterizua me një rrëfim rënqathës të banorës, i cila me slotësh tregoi më shumë rreth aksidentit tragjik që i mori nënën dhe motrën. Me lot në syaj e kujtoi momentin e 25 korrikut, ditën kur ishte nisur me autobus drejt Kosovës. Nis me autobus të shkon në Kosovë, edhe nuk e di do më thonë, kur nuk kena pas rrugë më të gëzueshme. Një rrugë që duhej të ishte e gëzueshme, por që u shndrua në fatkeqësi. Mandej e kemi ditë për mamin vetë. Ajo ka treguar se babai dhe vëllau ndodheshin në Gjermani, ndërsa Eliona udhtonte me motrat. Me 25 korrekt, ora 6:20, veç ku di jashtë të vërtit edhe veç e qova krytë dhe e ku një erë shumë të keqë. Ky rrëfim ka shtangur e lëm pa fjalë krejt shtëpin, burra e gra, duke i kërkuar falje banorës që ja kam përmendur nënën. Por situata nuk mbaroi këtu. Çka raportuan deri tani mediat? Disa portale vendore raportuan për një lidhje dashurie mes Elionës dhe një djalit emrin e të cilit e ka Elton, i njëjti jeton në Gjermani. Është në dieni familja e saj për gjithë këto shpifje, e pata reaguan përmes Instagramit dhe ky është postimi tyre. Të shumta ishin reagimet e masës për këtë histori, duke i shprehur ngushëllime asaj për rastin, e dhënë kurajo për të vazhduar rrugtimin e saj. Ajo që na la pa tekst është padyshim e papritura që ndodhi nga opinionistja Leonora Jakupi. Ajo si asnjëherë më parë qohu me dënes duke apeluar që çiftet të durojnë dhe sakrifikojnë enkas për fëmijët. Për të gjithë ata baballar, ato nana që kalojnë për divorce, dhe është
Eliona është një rast tipik i gjallë që fajin e prindurve pak të disiplinuar e pëson fëmija. E në këtë mes një 18 vjeçare cila mbeti pa nën qysh para 4 viteve. Të kthehemi tek debatet e fundit, ja vlen të përmendet që hyrja e labit ka shkaktuar telash. Brama, a më lëbë Jo, unë ka marrë këtu. Ku si që pam shkurta nuk e mirëprite, madje janë njësi direkt me kunja, duke e goditur këngëtaren. Amo mëstanin se komo ta palu, komo ta e koros, që kur ta shpalësh edhe vijat e koros ta më të mitë se kur ta ka palu. Edhe, unë që t'javë. Se e di që ka orë angst. Se çka do të ndodhë më tutje me formatin më të përfolur në vend, do e kuptojmë në episodën e radhës. Lamino, po besoj që do të keni rast edhe mundësi.